Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër ka përfunduar hetimin dhe ka dërguar për gjykim shtetasit GM dhe KM, të akuzuar për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Sipas prokurorisë, hetimet e kryera në kuadër të procedimit penal numër 2216 të vitit 2019 kanë evidentuar se shtetasi GM i hetuar më parë për vepra penale në fushën e narkotikëve, dyshohet se ka investuar dhe transferuar përfitimet e të ardhurave nga veprimtaria kriminale në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe në aktivitete të ndryshme ekonomike. Nga veprimet hetimore ka rezultuar gjithashtu se janë kryer transaksione fiskale dhe pasurore edhe në emër të familjares së tij, shtetases KM. Gjatë hetimeve janë administruar të dhëna nga institucione shtetërore, bankare, tatimore dhe kadastrale, ndërsa është kryer edhe ekspertim financiar. Sipas organit të akuzës, ekspertiza ka nxjerrë në pa një mospërputhje të konsiderueshme mes pasurive të zotëruara dhe të ardhurave të ligjshme të dokumentuara. Prokuroria e Shkodrës thekson se mbetet e angazhuar në goditjen e pasurive që burojnë nga veprimtaritë kriminale edhe në vënien përpara ligjit dhe përgjegjësisë ligjore të autorëve të veprave penale.